時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のバジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンÇ'është kjo rrugë? Kjo rrugë dimërore që duket se vazhdon përgjithmonë. Deri ku shkon? Po ku mund t'i jetë vallai? Ha? Çfarë lehtësimi? Nëse nuk do t'i ishte shkopi dragoj të tokës si kishte Goki, faltoria Enos do ishte shkatruar dhe Kaxhetora do na kishte vrarë të gjithëve. Bota do të përmbysej. Faleminderit. Ju betohem, po ta dija se do t'ju sillja kaq shumë të lashe nuk do t'kisha ardhur këtu. Qetësohu, ti nuk mund të fajsosh veten për çdo gjë që ndodh, Hazuki. Po, ti dhe më të mirën tënde. Nuk i shkaktove ti këto. Herët apo vonë ne duhet i rregullonim gjërat me atë. Dhe përveç kësaj ne duhet patjetër ta marrim Kazuën. Ke të drejtë. Ne duhet të jemi shumë të sigurt që bisha egër të mos ringjallit dhe ne duhet të shpëtojmë botën. Por së pari duhet të bëjmë shtijet e mundur për ta rikthyer atë vajzë të gjorë në vogëlushen simpatike dhe elegante siç ishte. Problemi më i madh këtu është fuqia negative që ajo lëshon. Kjo nuk e lejon Zenkin që të transformohet në angjëllin mbrojtës përfundimtar. Dhe tani nuk po funksionon më as byzylyku i çakit. Për çfarë po flet kështu Akira? Edhe po t'i jetë tyer nuk është ndonjë gjë e madhe. Nuk është ndonjë gjë e madhe. Harroje! Pse nuk na i tregove më parë, Çaki? Nuk mund të na i fshesh neve diçka të tillë. Është një çështje e rëndësishme. Dhe çfarë do të bëjmë me byzylykun nëse nuk do të funksionojë përsëri? Zenki nuk do të transformohet më dhe ne do jemi në telashe. Për t'ju treguar të vërtetën, ne duhet të gjejmë një rrugë zgjidhje sa më shpejt ose gjithë bota do të përmbyset. A e dini çfarë? Më lodhet duke dëgjuar gjithë këto gjëra pa kuptim. Edhe nëse nuk mund të bëjmë angjëllin mbrojtës përfundimtar, ende mund të poshtë Kaxhetorën dhe përbindsat e shëmtuar të Karumës. Edhe qenin hynor, kam për t'ja rregulluar unë qefin ati. Hej, mere shtruar, përdore ndonjëherë atë trurin tënd. Hej, ç'kemi? Gjysha më kërkoi të sillte ty këtë. Kjo është e përkryer. Angjit mbrojtës, farat e Karumës dhe bishat e shumta të Karumës. Kam gjithë këto të dhëna për to ja këtu mbi tavolinën time të punës. Po, duhet të ketë diçka këtu, që të më tregoj mua se si mund t'i çliroj qeniet njerëzore mbasi janë kthyer në bishat të Karumës. Po, do të qëndroj zgjuar gjithë natën për ta zbuluar këtë. Ky Bajash e di, ke ardhur pikërisht në kohën e dur.
Po çfarë mund të bëj për t'ju ndihmuar juve, profesor? Asgjë, vetëm ulu aty dhe shiko. Oh, Kazue, unë, profesor Kuori, t'i jap fjalën se do të shpëtoj. Mund të ha unë? Au! Nuk po të zë gjumi? Jo, nuk po më zë. Jam e lodhur, po nuk po më zë. Hey! Po? Duhet të jetë shumë e vështirë për Hazukin. Në fund të fundit, ajo është... Unë pash... Unë e pash atë. Këtë mbrëmje. Po, pash qenin e junar. Çfarë? Po ku mund të jetë vallai? Qeni hynar. Ke ardhur këtu për të parë Hazukin? Ti e di që ajo është këtu, prandaj erdhe për të atakuar, apo jo? Të kuptoj që në fytyrë të kam kërkuar gjithandej. Nuk dua t'ja di që ndodhi asaj gruaje. Mos fol kështu, ajo është nëna jote. Ta kam thënë një herë. Unë nuk kam nën. Por I vetmi familjar që unë kam është Kokutei voglushe. Ja përse dua t'ja marrë përsëri atij tradhtari. Qeni hynor, të lutem po të përulem. Ti nuk duhet të grindesh me kaxhetorën. Ti duhet të... të lutem Të lutem. Beteja tashmë ka filluar. Askush nuk mund ta ndaloj më. Mos! Por prit! Qeni hynor, ktheu këtu! Nuk mund ta besoj, Sayaka. Pse nuk na e ke thënë më parë? Unë ndjeva shumë keq për Hazukin, prandaj nuk mund t'i tregoj askujt asgjë për këtë. Sayaka, vazhdon ende ta duash qenin hynor? Mos u bëje bezdisur, Çaki. E po nuk është kjo. Unë thjesht mendova se Hazuki duhet të ketë një mundësi që të atakojë të birin për herë të fundit. Pse? Pse duhet të ndodhte kjo? Pse vallë? Sayaka. Ti tashmë je nën fuqitë e mia, bish. Ti do të më shërbesh mua derisa të piqen farat dhe të vi koha e dur. Zoti Kaxhetora, gruaja që e quan veten nëna e qenit hynor është këtej rrotull. Këtë duket vërtet sikur ekziston vetëm një rrugë. Soma! Hazuki është larguar! Soma! 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 Po ku mund të ketë shkuar Soma? Soma! Ku të çon kjo rrugë? Pse po më tërheq që ta ndjek? Kokutei! Çfarë? Kush është aty?
Oh, e mrekullueshme! Kjo është vërtet e mrekullueshme! Kyribayashi, ja dola vërtet mbanë! Ha? Zbuluesi Kirilian pas ka kapur diçka. Çfarë ka, profesor? Eja! Kyribayashi, duhet shkojmë. Kapet kutinë që është aty dhe merre me vete. Për çfarë ke fjalën, profesor? Çfarë kutije? Çfarë kutije? Këtë kuti! Nga kjo rruga. Duken si hapat e një imcaku. Si pas asaj që ishte shkruar në letër, Soma ishte larguar për të kërkuar Hazukin. Por përse valdonte që ta bënte këtë gjë? Pikërisht nga kjo rrugë, është shumë afër. Të lutem, a ka mundësi të ma thuar se çfarë po bëjmë, profesor? Nxito, nuk kemi kohë, Kyribayashi. Dakor. Pas kemi gjithë to vizita sot! Oh, Chucky, ne mund t'i përballojmë ata. Sfera mbrojtëse! Zjarri sulmues, kad! Ku je futur? Tregoje veten! Ha? Zenki, nuk mund të luftosh vetëm! Si që mendon ti se jam unë, Zenki! do më paguash këtë shtrenjtë! Zenki! Po kush ma bëri këtë gjë? Këto tehe janë vërtet të mpreta. Është Soma! Ata janë njerëzit e kaxhetorës. Këta burra kanë vënë në shinjestër vetëm Hazukin. Po ta fshihen pas farës së Karumës apo çfarë? Ku është Hazuki? Kemi kohë që po e kërkojmë. Është atje tej. Shiko, është qeni hynor! Do të shduka të qenë! Ndalo aty ku je. Çfarë the? Ti duhet i lësh vetëm ata. E përse? Më dëgjo mua. Ne nuk mund të ndërhyjmë në punët e Hazukit. Nëse vërtet duam të ndalojmë ringjalljen e bishës së egër. E pash që po qëndronte ballë për ballë me një qen, kështu që mendova ta ndjek. Nuk ishe i sigurt për synimet e vërteta, por nuk më desh shumë kohë për ta zbuluar. Hazuki nuk donte të na shkaktonte ndonjë telash neve, prandaj e udhëhoqi qenin hynor këtu. Po pse nuk na tha dhe ne? Por gjyshe, çfarë ka ndërmend të bëj? Ti nuk kupton fare apo jo, Chucky? Ajo po përpiqet të bindë qenin hynor që të heqë dorë nga planet e tij. S'më duket ide e mirë. Një hap i gabuar dhe qeni hynor mund ta marrë farën e Karumës në trupin e saj, ose mund ta vrasë atë gjatë përleshjes. Po nuk e bindi ajo, si mendoni se mund ta bindim ne? Jo, por... Sigurisht që jo. Hazuki është e vetmja që mund ta bindë qenin hynor. Ne duhet ta vendosim të gjithë besimin ton në dashurinë e saj prej nënës të vërtet. Unë doja të të shikoja përsëri Ro. E dija që nuk do të vije vetë. Ndaj të dërgova ndjenjat e mia me anë të ruazave magjike dhe të thira. Vërtet, a? Ro, këto ruaza magjike po bëjnë një lidhje të vërtet midis nesh. Edhe fakti se ti mund të dëgjosh zërin tim dhe mendimet e mia nëpërmjet tyre, po e provon më së miri që ti je biri im. Më kupton?
Meri! Këto ruaza nuk më lidhin mua me askënd. Tani unë nuk kam më asnjë lidhje me ty. Përse nuk largohesh më mirë që këtej? Edhe merri me vete edhe ata njerëz të shpifur. Por, unë... Fantastike, më duket se na zbuloi. Shumë mirë ti bëhet këtyre spionëve të mërzitshëm. Zenki, të lutem shumë riurt. Është profesori dhe ky Bajashi. Çfarë po bëni këtu ju? Ej, mirëmëngjes. Duhet tregohemi shumë të kujdesshëm. Po vjen diçka nga kjo rrugë dhe është shumë afër. Po, çfarë është kjo? Jam i sigurt se e kam parë këtë sinjal edhe më parë. Nuk është gjë tjetër përveç se kargjetorës. Je i sigurt, profesor? Ashtu është. Pikërisht i njëjti model. Sayaka! Qeni Hynor, ti duhet të largohesh që këtej, po vjen kargjetora. Mendoj se erdhi koha të largohem tani. Shpresoj mos t'ju shikoj më kurrë të gjithëve. Ro, prit! Çfarë po bën? Ti nuk duhet të luftosh. Çfarë? Të lutem, Ro, nuk mund të lejoj të shkosh. Më lër të shkoj tani. Më Jo, lësho nuk duart. do të lejoj të shkosh. Shikoni, ja ku po vjen. Ki kujdes, Ro! Ro! Hazuki! Cila do qoftë arsyeja, Ro. Unë nuk mund ta lë birin tim të vetëm të eci nëpër shtekun e shkatrimit. Nuk mundem, Ro. Ti... Ro, të lutem më fal, që nuk kam qenë një nënë e mirë, duke qëndruar larg. Të lutem, Ro, të lutem më fal. Më thuaj pse? Më thuaj pse duhet ta bëje gjithë këtë? Pse? Kjo... Mere... Jo, prit! Ro, lam du mirë. Ktheu, të lutem! Mos shko, të lutem! Të lutem, nën! Ktheu përsëri! Ktheu, nën! Unë kam ardhur për faren e Karumës. Dhe kështu pra, qeni Hynoro, unë do të marr jetën edhe ty po t'jetë e nevojshme. Zenki u transformua! Kjo do të thotë që... Ja ku qenke.
Nën. Nën. Çfarë po mërmërit ashtu, birim? Do të ma paguash. Tani, pse nuk na I dorëzon fare në karumës? Nuk kam për ta dhënë ty. Ti nuk do ta marrësh kur! Kur! Oh! Gaxhetora, un kam një surprizë për ty. Do të tregoj formën time të vërtet.